Mirë se vini zonja dhe zotrinj, jemi zhvendosur sërish në këndin e të ftuarit, do flasim përsëri për atë çfarë ka ndodhur në Zvërnec, rrethuar me tela me gjemba, pa çka që sipas informacioneve të fundit tashmë telat, muri i telave me gjemba ka filluar të çmontohet, dhuna që kemi parë të ushtrohen nga personat veshur me zeza me maska në praninë e forcave të policisë shtetit, le të themi, ndaj atyre protestuesve, banorëve të zonës, po jo vetëm aktivistëve që kishin bëritur nga gjithë Shqipëria, ndërkohë vijojnë protestat qytetare për këtë çështje. Ka patur një reagim nga Bashkimi Liberal Demokrat dhe nisma reforma reale lidhur me protestën në Zvërnec. Ne kemi në studio avokatin Gylsen Zhllima, i cili është edhe drejtuesi nismës reforma reale. Po Zhllima. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Së pari duhet kemi parasysh që protestat duhet të jenë të lishme dhe ato nuk duhet të jenë në kundërshtim me atë që ne themi të drejtën e qytetarit të protestojë, dhe nuk ka qenë asnjë nga këto rastet pra një protestë e dhunshme nga ana e protestuesve, por ne kemi parë faktin konkret që punojësit e policisë private kanë ushtruar dhunë ndaj protestuesve dhe sigurisht që kur ty një institucion, siç është policia private, ushtron dhunë ndaj qytetarëve dhe në atë prezencë aty shikon që punojësit e policisë thjesht janë amator duke parë se si punojësit privat policie dhunojnë qytetarë dhe mos të ndalonin të dyja palët në rast se do të kishte konflikt, po palën e cila vetë policia e shtetit në një farë mënyre ka dhënë autorizimin pra licencimin, duhet kishte ndaluar ngjarjet që të kishin të dhunshme nga ana e punojësve të policisë private. Ndërkohë, Zhllima, i rikthejmë edhe një herë pamjet. Kjo nuk quhet polici private, kjo quhet frymëzim i qartë i atyre të cilët kanë lejuar që kjo polici private të jetë aty në atë moment duke ushtruar dhunë, sepse aty qartazi çfarë shikoni? Qytetarin të shtrirë duke e marrë zvarr dhe në fund fare ato të dy autorët të kësaj vepre penale janë fryma, fytyra ose më mirë surrati i keqeverisjes nga 2013 deri më sot të Partisë Socialiste të zotit Rama. Ata janë të frymëzuar politikisht nga Edi Rama dhe nga Partia Socialiste. Dikush do më thot pse e thua në këtë mënyrë, sepse pikrisht licencimin nga ku e merr ai institucion që është sektorit privat, po s'ka rëndësi, po bën një shërbim ekstra të nga policia e shtetit për të ardhur në ndihmë të atyre që ne flasim të investitorëve. Tani, ana e investitorëve duhet ta lëmë një anë, po duhet marrim vetëm me faktin konkret. Ajo çfarë është toka aty po ta shikoni? Është rër apo është tokë? Është rër. Patjetër, jemi në Bregdet. Jemi në Bregdet, që do të thotë dhe vetë policia private duhet të di distancën midis truallit dhe rërës. Dhe kur ka shkelje ligjore, duhet vetë si pjesë e njohjes së ligjit të thotë jo, unë nuk mund të futem në Bregdet, sepse është pronë shtetërore, dhe përveç kësajt nuk mund të bëj mbrojtje tek rëra, sepse është po ajo tokë shtetërore. Tani, në rast se një qytetar i thjesht që proteston, nuk e din ligjin, po ai i cili është autorizuar nga Ministria Përkatëse që është në mbështetjen e Partisë Socialiste, sepse e vetme parti që qeveris vendin është Partia Socialiste. Në rast se keni një parti tjetër, më thoni kush e qeveris që po të themi që po këta individ të licencohen nga shteti, sepse shtetin shqiptar Zhllima, ju thatë pak më parë diçka shumë të rëndësishme. Ju thatë janë frymëzuar dhe mua ndërkohë më erdhën ndërmend edhe civil që kanë tërhequr zvarr protestues në protestat që ne i kemi komentuar bashkë në studio. Pra nuk janë pamje të papara këto për publikun, por natyrisht aty është shumë edhe më e rëndë, sepse në prani të policisë së shtetit njerëz pa uniform, me maska të veshur me të zeza, guxojnë dhe trajtojnë në atë mënyrë protestuesit që janë në të drejtën e tyre kushtetuese, në të drejtën e tyre për të protestuar. Pikrisht, ajo ishte e gjitha
situata e krijuar nga mos reagimi policisë së partisë në protestat e opozitës ose të Partisë Demokratike kur bën her pas here. Pra, duke parë se si komandohet policia e partisë, duke parë që një prokurori nuk zgjohet nga gjumi duke thënë që këtu po shkelet ligji, si e zakonshme dhe ajo vegla e Edi Ramës që është spaku. Edhe për ata të tjerë të cilët flasin për të drejta. Nga gjumi se thot që ka nisur hetimet. Është zgjuar nga gjumi për të mashtruar shqiptarët që shiko ne si SPAK po lëvizim sepse duhet të shpëtojmë Edi Ramën. Kjo është e vërteta. Keni një rast të ndryshëm, e janë të më thoni që SPAK-u nuk po ndihmon Edi Ramën. SPAK-u, Altin Dumani, Arben Kraja, edhe ky që është sot po e ndihmojnë Edi Ramën derisa të vi momenti që edhe ky që është drejtuesi i SPAK të bëhet një statistik e ardhshme e zotit Rama. Këto veprime që bëjnë tani ndodhin ngjarje dhe ne po hetojmë, çfarë po heton, gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me kompetencën tënde. Po pse ju deshën Ramës 48 orë, më shumë se 2 ditë e 2 net për të dalë në komunikimin publik sot, edhe për të thënë atë që u tha 48 orë me radhë, që fajin e kishte firma private, fajin e kishte edhe policia. Po, dhe faj mbetet një hetim në Republikën e Shqipërisë. Jo, sepse Rama nuk është ai i cili emëron drejtuesin e kadastrës. Nuk është Rama, është Zoti. Zoti zbret në tokë dhe thot, sot ne do emërojmë një person. Drejtues kadastre në Vlorë ka patur pak të vështirë, në fakt se i ka patur dorëheqje po e mori të gjithë godinën e Vlorës, e solli në Tiranë dhe ai është kryeregjistruesi i Republikës së Shqipërisë. Sepse vetë ligji 2020 për hallexhit, këtu përjashtojmë socialistët që votojnë Partinë Socialiste që janë 300.000 shqiptarë, të cilët mendojnë se nuk kanë hallën në pronat e tyre. Ne i përjashtojmë ata. Dhe flasin për atë pjesën tjetër, që vua nga mjesi deri në darkë për një certifikat, për një pronë, sepse ka abuzime në mbivendosje dhe duke tallë me nderën, në fal për shprehjen, Partia Socialiste këtu e vite me pronën shqiptarëve. Mos them me 44 në vazhdim, edhe mos të irritohem tani sepse nuk duhet të irritohem. Po është e vërtet kjo. Si do shkosh në Bashkimin Evropian duke u tallë me popullin shqiptar? Dhe kush e ka marrë lejen aty të zhvilloj? Kush e ka marrë? Nga dikush ka marrë leje? Nga ku ka marrë? Nga mua, apo nga ty, apo nga Zoti? Së është tallje kjo. Mos e bëni politik. Si mos bëhet politik ku kryeregjistruesin e emëron Edi Rama, IKMT-n e emëron Edi Rama, TMT-n e emëron Edi Rama, gjithë i emëron Edi Rama. Pse nuk është politike kjo? E mani me ju kryetarin e bashkisë së Kavajës që i shkoi zonja Kumbaro dhe i bonte morale dhe i thoshte 8 metra nga bregu. Pa ty zonja Kumbaro, janë ban të shkoj Kumbaro, apo Kumbarat, janë ban të shkoj atje. Të thot 8 metra ku e ke vendos, shiko aty vijen ku është, shiko rrethimi ku është. Pse, gjembat ty të bërën atë problemin, stresin, ankthin, të drejtën, përgjegjësinë, mashtrimet që i bëjnë këtij popullit. Ajo është futë rëra, çka kap atë që është rrethimi ku qytetarët po goditen në mbështetjen e policisë së partisë. Dhe kishit shpresa për kryepolicin e ri. Shkarkimit e bë se e merr Edi Rama telefon. Mos ta marrë Edi Rama telefon, ai e lën aty dhe thot miratohet. S'ka abstenim, kundra s'ka, miratohet. Shikoni ku është ndërtimi. Mirë themi që Edi Rama prapi pas kanë hëngër dardha pas shpine. Po pushteti vendor, shko ndërto ti edhe unë edhe bashkë, shko ndërtojmë në i gjo palishme. E di si të vjen, policia ndërtimor, spionët edhe gjithë me radhë. Të fusin gjoba dhe të bënë edhe moral. Si nuk pati një nga ata aty nuk pati kureshtjen të shlot, ore, si e rrethon ti hapësirën bregdetare, edhe si kur të kesh marrë leje. Kush jeti ta rrethosh? Do më thuash ti që kam unë një certifikat për pronë private? Me tela me gjemba. Po jo, nuk është thelbi gjemat. Po patjetër Jo, nuk është thelbi aty. Jo, është mënyra se si ka filluar ai dhe ka marrë iniciativën dhe për krajën politike që ta bëj nga maja në maj dhe të kapi dhe hapësirën shtetërore, tokën publike. Sepse dikush do të thot, ai është në pronën e tij,
a jeni dakord me pronën private? Po, zotëri, dakord me pronën private. Po, të bëhet investim, po ja abuzim. Se deri më sot janë abuzuar. E dini ju sot që qytetarë shqiptarë pas një kohë caktuar do shikojnë që ka pronar njerëz të cilët janë pushtetit ekonomik dhe se din nga e binde lagja e tyre dhe sot ata janë të parë që të marrin leje legalizimi edhe pastaj hipotekimit të pronave. Primër se do të vi shqiptari te dera flaka kur të zgjohen për jashto 300.000 socialista që s'kan halle ata, janë pa halle, s'kan halle, e 100.000 lek pensionin aty le ta mbajnë dhe të marrin groshat aty dhe 300.000 socialista flasë, për të tjerët hajde diskutojmë. Se është edhe iritim kjo, si guxon një polici private të bëjë një krim në mbështetjen e policisë së partisë. Se këtu është e gjitha, heshtja, hesht, mos fol. Ose rasti ky Spiropalit, e mani men, nuk fola se nuk kam folur. Pse kur ke folur, kur ke reaguar, ke heshtur, se më një ditë të flisje. Ose zoti Bino, qa është ky deputeti qarku të Vlorës, zoti Braçe. Partia jote i ka licencuar, partia jote i ka dhënë ligjin strategjik, partia jote bër paketën e maleve, partia jote i ka bërë gjitha e ka shpopulluar këtë vend, partia jote ka degeneruar, ka degraduar institucionet, partia jote ka çuar shqiptarët në arrati, partia jote tallë me pensionistët me 100.000 lek rrogë, kështu pension. E duke e tallë me nderën me rrogën e satare 500.000 lekëshe, sepse duhet të mbulojnë korrupsionin më të madh që ka ndodhur në këtë vend. Është shumë e qartë, ne flasim realitetin. Nuk është çështje emocionale partjake këtu në mes. Po të futet e shtëpia dhe nuk reagohet. Reagime ka patur në Çfarë reagime ka patur? Ka patur reagime për të mbuluar, mos them çfarë për të mbuluar. Se këtu do reagim serioz, nuk do reagim duke qeshur. Zoti Rama e kuptoi që përgjegjësia është e tij që ai e ka bërë ligjin e investitorëve strategjik. Pse ai investitori aty do shkoj pa fol me kryeministrin e vendit që të bëjë atë investim? Hajde shkem bëjmë edhe ne të dy bashkë në investim. Marrim kredi, s'ka nevojë të bëjmë ndonjë krim. Marrim kredi, japim çka kemi që s'kemi edhe marrim kredi edhe ne. Pse se marrim kredin ne? Qytetari thjesht pse nuk e merr kredin? E marrin disa. Është shumë e thjeshtë kjo gjë, nuk ka kërkon as emocion, as logjik tjetër. Ku është pushteti vendor? Mirë nuk e ka thënë zoti Rama. Po pushteti vendor që është i Edi Ramës. Më thoni mua një bashki të jugut. Ndërtimit nuk i jep më pushteti vendor. Jo, menaxhimin e territorit. Rama është Kush e ka agjensinë e Bregdetit? Kush e ka agjensinë e Bregdetit? Ai ka përcaktuar Rama, pra. Po prandaj po them, pra të gjitha institucionet janë në varësi të zotit Rama, nuk e them unë, vetë ka normuar në ligj. Sepse po të ishte që ishte normuar nga një person tjetër dhe thoshte po nuk është në varësi kadastrat e kryeministri, e ke në ligj aty, është në varësi të kryeministrit. Ministri i turizmit, ministri i mbrojtjes, ministri i policisë, është në varësi të kryeministrit. Ky është sistemi që ne kemi zgjedhur, ky është sistemi. Por tani zoti Rama nuk mund të dalë dhe të thotë fajin e kanë të gjithë të tjerët dhe nuk ka guximin të iki sepse do të mbrojë Shqipërinë dhe është ai më i madh. Më fal, si më i madh më zotri? Ti shko shtrihesh barkas te presidenti dhe kryeministri i Belgjikës tek kryeministri i Italisë. Mua më cënon si qytetar këtij vendit. Ti duhet të mbash rolin tënd si kryeministër, jo duke u gjunizuar aty sikur kemi ne nevojën e italianëve dhe të tjerëve. Që të mbetemi pak edhe te se kjo është e tmerrshme në këtë vend. Se ai insistoi edhe sot është pronë private, ndërkohë që pronarët nuk dihen, ndërkohë që banorët e zonës. Si është private kur nuk dihen pronarët? Si është tokë private kur nuk dihet pronarët? Ka një mungesë të frikshme transparencë. Pra do të thotë që këtu diçka po fshihet nga brapa kësaj. Pronarët le të bëhen transparent. Kur nuk e di kryeministri, imagjino ta dim ne. Ajo është zonë mbrojtur, a ka një VKM që ajo nuk është më një zonë mbrojtur, etj. Si bëhet shpronësimi për pronarët? Vetë pohonte sot që nuk ka asgjë konkrete. Agjencia e shpronësimit e ka bërë vetë zoti Rama, e ka ndryshuar pas 2015-ës, sepse i thoni një nga një dhe t'ju them me ligj. Agjencia e shpronësimit e ka vetë normuar zoti Rama dhe i ka dhënë atribute të marrë pronën private, ta çojë te shteti dhe pas shtetit ja çojë pra privatit. Pra ta marrë ty pronën si pronar
Pra dhe t'i bëj xhiro. shtetëzoj si në diktaturë, të shtetëzoj tokën dhe ja jep një privati tjetër, dhe ai privati tjetër. Po, edhe pastaj të bë plan vendor. E ti dile dhe fol pastaj. Prandaj them, ligjet nuk dalin nga Zoti dhe zbie në tokë. E kam thënë vazhdimisht dhe them, në Bashkimin Evropian nuk shkojmë në këtë model. Ky është model kthimin prap para 1944 se në vazhdim. Pra, nga 1946 në vazhdim, vetë ligji i kthimit të kompensimit të pronave ka njohur regjimin komunist. Dhe këtë ligj, e kene ligj të shkruar. Pra, nuk shkohet duke marr, duke grabitur dhe pastaj duke dal viktim. Partia Socialiste e ka në portofolin e saj politik të marri pronat e shqiptarëve dhe t'i bëj pronën e atyre të ngushta, pra interesave të ngushta, është shumë e thjeshtë kjo. Dhe unë dua t'ju them që po edhe shpronësimet kanë të njëjtën pothuajse veprim juridik të kohës së diktaturës. Zhlima, ne kemi parë që të ketë patur një reagim shumë të vakët edhe nga opozita sa i takon kësaj çështjeje. Ju keni ardhur sot me një reagim nga Bashkimi Liberal Demokrat dhe nisma reforma reale, po ndërkohë që ndodhte ajo çfarë ndodhte në Zvërnec, natyrisht ishte kuvendi kombëtar i Partisë Demokratike, por nuk kemi parë të jepet zë nga Partia Demokratike, qoftë edhe nga kryetari i Partisë Demokratike kësaj çështjeje, dhe bënte përshtypje që në protestat e fundit që janë zhvilluar në Tiranë, të paktën dje, kemi dëgjuar për herë të parë të artikulohet Rama në burg, Berisha në burg. Është një mesazh shumë i fortë ky. Çfarë mendimi keni? Ky është një mesazh shumë serioz. Pra, qytetarët të thjesht dolën dhe thanë Rama në burg, Berisha në burg. Protesta e djeshme është zhvilluar në këtë moto. Unë këtu vetëm do qëndroj. A kanë reaguar ata dhe si reagojnë ata, për mua nuk kanë fare lidhje. Ka reaguar grupimi që unë jam pjesë? Po. Ka reaguar Zoti Lapaj? Po. Ka reaguar Zoti Qori? Po. Ka reaguar Zoti Sheaj? Po. Lëvizja Bashkë ishte atje në fakt në protestë. Kanë reaguar këta zotërit? Po. Kaq ka rëndësi për mua. Pse? Pse? E dini pse? Jo, nuk e di. Sepse kur një popull i cili ka dal vetë në rrugë, ashtu siç ka dal, i organizuar, ashtu siç duhet. Nëpërmjet rrjeteve sociale. Nuk më intereson fare. A kanë dalë qytetarë në rrugë? Këtë unë mas. Sot, në orën 18. Jo, këtë gjë mas unë. Pra, a kanë dalë në rrugë? Kjo është e rëndësishme. Ky është mesazhi. Dhe mesazhi është shumë i qartë. Rama në burg, Berisha në burg. Ky është mesazhi i qartë. Për të dy bashkë. Nuk e bëj unë mesazhin. Ata ja kanë dërguar dje. Uroj që kjo të vazhdojë dhe qytetarët të vazhdojnë të reagojnë ndaj çdo padrejtësie që po i kanoset dhe po i vjen në shtëpinë e tyre. Mos u kënaqni që spaku kontrollohet dhe janë amerikanët apo europianët nga mrapa. Ky është një mashtrim publik dhe e kam thënë, dhe kur të dali, do dali dhe do të shikoni njëri tjetrin ashtu siç keni pa në raste të ndryshme që kur vija këtu dhe thoja që Zoti Veliaj dhe të tjerë mos u krenoni para spakut, sot jeni mbrapa ekurave nga atyre që vetë i bërët furçe nga mjesi deri në darkë. Prandaj, duhet keni parasysh që mos u krenoni ose mos thoni që spaku po heton, sepse është loja e radhë për atyre të cilët bëjnë lavazh spakut. Jo për ju, ata i bëjnë furçe nga vazhdimisht spakut, veprojnë sikur spaku do bëj hatan dhe hetimet, po ndërkohë punon spaku për të ndihmuar Edi Ramën dhe interesat e ngushta që fshihen dhe pas Shtetet Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian. Pse ju mendoni se raste të ndryshme siç ishte zonja Mogherini, e cila erdhi në Shqipëri si komisionere dhe na përfundoi si një dekane dhe në fund fare si një epanderu në Belgjik, e ishte rasti pra ishte një rast sporadik që një herë ndodh kjo gjë? Apo rastet të tjera që
eurodeputet janë kapur në kushtet e flagrancës në korrupsion në vendet e tyre, ose komisioner që sot na bëjnë xhiro sikur Shqipëria do të integrohet në Bashkimin Evropian në 2030 duke mashtruar popullin shqiptar dhe duke bë fuçë SPAK-ut, sepse është mjet të një përdorimshmi të partisë në pushtet që është aktualisht Partia Socialiste. Prandaj, qytetarët shqiptar u mashtruan nga SPAK-u, u mashtruan nga Rilindja, po mashtrohen pjesërisht në një grup i caktuar politik i cili në disa raste reagon, nuk reagon, është çështje për të gjykuar qytetari vet kush subjekt politik reagoi kur dhe si në çdo mënyrë, dhe në rastin tjetër duhet keni parasysh që qytetarët dhanë një mesazh shumë të qartë. Burgu është burgu popullor dhe nuk mendoj se kanë në mendjen e tyre përdorimin e SPAK-ut si mjet për të burgosur zotin Rama. Pra, mesazhi ishte i qartë për atë shoqëritë civile. A ka qenë shoqëri civile e montuar, e pa montuar, ato ishin qytetarë shqiptar edhe madje të ri, të cilët nuk i kemi parë në asnjë protestë. Mosha mesatare protestave të ndjeshme të paktën për këtë çështje, po qoftë edhe për mbrojtjen e familjes, kanë qenë kryesisht mosha të reja. Dhe nuk e kemi parë në asnjë protestë të Partisë Socialiste ku ka qenë në opozitë dhe të Partisë Demokratike aktualisht që është në opozitë të kesh një prezencë të tillë të shtuar në rrugët e Tiranës duke reaguar për rastin e Vlorës. Tani, dikush mund të shtrojë shumë skenare të ndryshme. Teori konspiracionin. Patjetër, sikur. Po janë në të drejtën e tyre ta bëjnë, sepse kanë patur përvoja. Ata janë të drejtën e tyre, por mesazhi ishte shumë i qartë. Burg Berisha, burg Rama. Pra, kjo nuk është thjesht një revolt e cila nënkupton injorimin. Dy partitë kryesore duhet të mendojnë mirë, qartë, që mos të injorojnë mesazhin e të rinjve dhe qytetarëve të Republikës Shqipërisë që dolën, protestuan, nuk kanë tabel partjak, por janë pjesë e politikës, për shkak se politikisht kanë dalur në rrugë duke denoncuar reagimet dhe mos reagimin, përgjegjësinë dhe papërgjegjësinë e personave të cilët janë në pozita politike dhe administrative të vendit. Sepse ju e dini shumë mirë që institucionet shtetërore emërohen politikisht dhe në mënyrë administrative drejtojnë institucionin përkatës nën drejtimin e kryeministrit të vendit. Prandaj, unë dua të them që ky është një mesazh shumë i qartë. A keni pritshmëri për vazhdimsi? Uroj për ndryshim? Uroj që të dalin vazhdimisht për interesin ton, sepse ata që dalin atje dalin edhe për ne, pavarësisht sa kemi mundësi apo nuk kemi mundësi të jemi në atë moment me ta, por unë kam, do thoja, në mendimin tim, një ide që këto takime apo këto dalje të paparalajmëruar të qytetarëve është një mesazh shumë i qartë për Partinë Socialiste dhe zotin Rama. Nuk besoj për opozitën dhe Partinë Demokratike dhe partitë të tjera. Unë mendoj që duhet të reflektoj Partia Socialiste, sepse do të vim në një situatë ku në Shqipëri do ndodhin gjëra të cilat nuk kanë ndodhur kurrë dhe do të jemi në faktet apo në ngjarje që na u arrestu një ish kryeministër, një kryetar bashkie, një deputet, pra këto ishin ngjarje të cilat ne nuk i shikonim, po të paktën shikuam, por ndodhen. Tani ndodhen mirë apo keq, ndodhen. Ishte fakte të cilat ju mendoni mund të ndodhin arrestime në detyrë, po thoni. Mund të ndodhin edhe këto, pse mos të ndodhin? Pse? Sepse është momenti ngjarje në Vlorë dhe ju kam thënë kur më keni pyetur për qeverinë teknike, dhe ju kam thënë vazhdimisht, qeveria teknike bën për dy gjëra. Një për një krizë financiare, në rast se do të ketë, dhe dy kur dy partitë kryesore do bien dakord që shkojnë në Bruksel të gjithë bashkë me popullin shqiptar. Dhe është imponues i qartë që qeveria teknike do të vijë gjithmonë për të mbuluar
apo për të parandaluar mund të shkojmë drejt zgjedhjeve të parakohshme, qeveri teknike, në rast se këto lëvizje vazhdojnë, është një mesazh i qartë për Partinë Socialiste. Nuk është i qartë për partitë opozitare, sepse opozita çfarë do të vinë në pushtet, ndërsa partia që është aktualisht në pushtet duhet të bie nga pushteti në mënyrë të kontrollueshëm, që mos të bëjnë në mënyrë të menjëhershëm. Dhe ajo që unë them është kjo, që në rast se këto lëvizjet vazhdojnë në kohë dhe vazhdojnë për Vlorën, për nesër për Shkodrën, pas nesër për të tjera, mund të kemi një cenim të sigurisë publike, ndonjë krizë apo ndonjë konflikt të armatimi midis grupeve të cilët konfliktojnë dhe duhet të shmangim patjetër konfliktet civile. Prandaj uroj që rasti i Vlorës të merret parasysh dhe në rast se po shkohet drejt një qeverie teknike, duhet keni parasysh që po vjen një moment ku të gjitha grupimet po fillojnë të përplasen, pra pushteti ekonomik, pushteti ekzekutiv, pushteti gjyqësor dhe pushteti legislativ në njëri tjetër. Duket se tashmë zhëllima qytetarët e kanë kuptuar që gjithë Shqipëria është zvërnec, që gjithë Shqipëria është rjoll, që gjithë Shqipëria është në rrezik dhe se askush prej nesh nuk e bën dot gjumin rehat kur shikon skena të tilla. Sepse të gjithë ne jemi të rrezikuar. Mobilizimi i qytetarëve dhe urojmë, siç thoni juve, të ketë vazhdimsi, sepse janë aty në mbrojtje të interesit përbashkët. Edhe të tyre. Patjetër. Edhe për familjen e tyre, edhe për shtëpinë e tyre. Edhe për unë jam i bindur që ata që ishin në rrugë besoj se kanë probleme me certifikatet, me pronësinë. Nuk kanë akoma legalizim, nuk kanë akoma ato që do ujin e pishëm, Vlora, ujin e pishëm ku e ka? Ka qeveriset nga partia. Se ish lënë në kohën e Berishës, se fajin e ka vetëm Berisha, ndërsa këta që janë këtu s'kan fajin. Po nuk mendoj që ndjen të rrezikuar vetëm ato që nuk kanë ende certifikatën e pronësisë, sepse kemi 10 raste të tjera që edhe banesa me certifikat pronësie të dekadave edhe ato mohohen. Sërish edhe aty pastaj ka diçka ku secili prej nesh duhet reagim, ndjehet i friksuar. Edhe është e vërtet kjo, por ne duhet patjetër të reagojmë kundër këtij abuzimi dhe këtij abuzimi duhet të reagosh me votë. Pse them këtë? Sepse të gjitha ligjet që zoti Rama përmend vazhdimisht normohen në parlament. Prandaj duhet një opozitë e fortë dhe një qeveri të jetë e dobët përpara qytetarëve, që të jetë gjithmonë në llogaridhënie përpara qytetarëve. Kjo qeveri që është aktualisht... duhet kemi një popull të fortë për të patur një qeveri dobët. Unë kam besim tek populli shqiptar, pavarësisht se tek 300.000 socialistë të cilët besoj që nuk e ndryshojnë votën e tyre, jam i bindur për atë dhe as e luam topi, por një pjesa tjetër e shoqërisë shqiptare jam i bindur që do të reflektoj, do të vi moment kuptoj që në frigoriferin e tyre e kanë bosh, portofolin jam i bindur që e kanë pothuajse bosh. Ku shkojnë tek ilaçet dhe te spitali i tregojnë paran dhe nuk i tregojnë si të pastaj marrin recetën e fusin në xhep dhe nuk blenë dot ilaçe. Dhe nuk blenë ilaçe. Pensionistët, 300.000 pensionistë të ndershëm të këtij vendit që kanë luftuar me mund, shikojnë lajmet e fundit se si blen libra, 300 milion libra, thënë za këtu, ose blen gjëra të tjera, luksi, tek ata të cilët i kanë dhënë votën, që sot nga Partia Socialiste këtë shumicën e tyre që janë bërë grup parlamentar brenda burgjeve, dhe unë duhet të them që qytetarët gjithmonë duhet të vlerësojnë veten e tyre, interesin e tyre. Pra, interesi nuk është thjesht një interes vetjak. Interesi është fillimisht vetjak, sepse duhet të mbrosh familjen tënde, interesin tënd, por ai shtrohet detyrimisht edhe kolektiv, sepse pothuajse se gjithë njerëzit bashkë, po, gjithë njerëzit kemi pothuajse të njëjtat nevoja, e kupton, nuk është se ka ndonjë ndryshim. Marzhi i ndryshimit duhet të jetë shumë i vogël, po të gjithë paguajmë dritat, duam dritë 24 orë. Ujin nuk e kemi, po e paguajmë, pra taksat i paguajmë, po nuk i kemi, pra do të thotë që kjo gjë duhet të sjellë çdo qytetar në reflektim, të ndëshkojë këtë keqçeverisje nga 2013 që janë bërë grup parlamentar në përburgje të Shqipërisë dhe të ndëshkojë dhe qeverisjen e ardhshme përmes votës duke e masakruar në rast ajo nuk gjendet
përpara dhe nevojat e qytetarëve. Dhe jo duke justifikuar u dhunuan ata në Vlorë se kishin ndonjë hall personal. Cili ishte halli personal i atyre që pat në Tiranë? Pse ishin banor të gjithë ata të Vlorës? Jo, po ndërgjegja i erdhi një moment që thotë tani duhet vim të reflektojmë dhe të zgjohemi, sepse zoti Rama dhe zoti Berisha mund të jenë ata të cilët me votat e tyre në parlament marrin vendimarrje, po mos harrojnë se më shumë është populli shqiptar dhe interesi kombëtar mbi të gjitha. Zhlima, unë ju falenderoj edhe për këtë bisedë të radhës. Edhe unë ju falenderoj për ftesën. Faleminderit. Ishim në studio me avokatin Gylsen Zhlima, i cili është edhe drejtuesi i nismës Reforma Reale, që së bashku me Bashkimin Liberal Demokrat kishin një reagim sa i takon protestës në Zvërnec dhe jo vetëm. Ju falenderojmë për vëmendje.